Doktori i famshëm nuk e kishte parë kur veten si një njeri mizor. Ai thjesht ishte mësuar të besonte se në spital gjithçka kishte një çmim. Atë mbrëmje, në urgjencë sollën një pastrues të plagosur rënd. Rrobat e tij ishin të vjetra, duar të nxira nga puna dhe në xhep kishte vetëm disa monedha. Doktor, ju lutem më ndihmoni, pëshpëriti ai. Nuk kam para, por jeta ime është në duart tuaja. Doktori e pa për disa sekonda dhe u kthye nga infermierja. Pa garanci pagese, nuk mund ta operoj. Gruaja e pastruesit filloi të qante. Ai ka punuar gjithë jetën për këtë spital. Ju lutem. Por doktori nuk ndryshoi mendje. Derisa një infermier i ri gjeti në xhepin e pacientit një fotografi të vjetër. Doktori e mori fotografin në dorë. Dhe fytyra e tij u zbardh. Në fotografi ishte ai vet 25 vjet më parë. Por pranë tij qëndronte një burr që doktori e kishte besuar të vdekur prej dekadash. Pastruesi i shtrirë para tij nuk ishte një i huaj. Ishte njeriu që kishte shpëtuar jetën e tij, dhe që ai e kishte braktisur në momentin më të rëndësishëm të jetës. Tani ishte tepër vonë për t'u fshehur nga e vërteta. Burri që doktori refuzoi ta shpëtonte. Në qytetin e madh, ku njerëzit nxitonin çdo mëngjes drejt punës, ku makinat mbushnin rrugët dhe ku ndërtesat e larta mbulonin qiellin, ndodhej një spital privat që konsiderohej më i miri në të gjithë rajonin. Emri i tij ishte Spitali Saint Gabriel. Brenda atij spitali punonin mjekët më të njohur, kirurgët më të paguar dhe specialistët që njerëzit i kërkonin edhe nga qytete të tjera. Por mbi të gjithë qëndronte një emër: Doktor Adrian Kodra. Adriani ishte 52 vjeç dhe konsiderohej një nga kirurgët më të suksesshëm të vendit. Ai kishte kryer qindra operacione. Kishte shpëtuar njerëz që mjekët e tjerë i kishin konsideruar të pashpresë. Gazetat kishin shkruar për të. Televizionet e kishin intervistuar. Njerëz të pasur i paguanin shuma të mëdha vetëm për të pasur një konsult me të. Adriani kishte një vilë në pjesën më të shtrenjtë të qytetit, një makinë luksoze dhe një zyrë private në katin e fundit të spitalit. Por kishte diçka që nuk e kishte: familjen. Prej shumë vitesh ai jetonte vetëm. Gruaja e tij kishte vdekur në një aksident automobilistik kur ishin ende të rinj. Djali i tyre i vetëm ishte larguar nga vendi pas një konflikti të madh me të atin. Dhe Adriani nuk kishte bërë asnjë përpjekje për ta gjetur. Ai ishte bërë një njeri i ftohtë. Për të, jeta ishte një seri rregullash. Puna ishte rregulli i parë, paraja ishte i dyti, dhe emocionet ishin diçka që nuk duhej të përziheshin kurrë me profesionin. Mëngjesin e asaj dite, Adriani hyri në spital në orën 7:30. Një infermiere e përshëndeti. Mirëmëngjes, doktor. Adriani vetëm tundi kokën. Pacientët? 2 konsultime në mëngjes dhe një operacion në orën 11. Mirë. Ai vazhdoi drejt ashensorit. Kur dyert u hapën, ai hyri pa folur. Në katin e 4 një tjetër mjek e priste. Adrian, kemi një problem. Adriani ngriti syt. Çfarë problemi? Një pacient është sjell nga urgjenca. Dhe ka nevojë për operacion urgjent. Kush është? Mjeku heshti për një çast. Një burr rreth 60 vjeç. Punëtor mirëmbajtjeje. Adriani u kthye. Çfarë do të bëj unë me të? Kirurgu i urgjencës thotë se gjendja e tij është kritike. Ka hemorragji të brendshme. Adriani shikoi orën. Kam një operacion të planifikuar. Mund të pres. Jo. Adrian, ai mund të vdes. Adriani e pa drejt në sy. Të gjithë njerëzit vdesin. Dhe u largua. Në urgjencë, ndërkohë, një burr ishte shtrirë në një krevat. Ishte i dobët. Flokët i kishte pothuajse të gjithë të bardhë. Fytyra i ishte mbuluar me djers. Rrobat e tij ishin të vjetra dhe të njollosura nga puna. Pranë tij qëndronte një grua rreth 55 vjeç. Ajo mbante duart e burrit të saj. Mos më lër, i lirë. Burri hapi syt me vështirësi. Mos qaj. Si të mos qaj? Do të bëhem mirë. Por zëri i tij nuk e binte as atë, as veten. Një infermiere erdhi me nxitim. Zonja, duhet të firmosni disa dokumente. Gruaja u ngrit. Ku është doktori? Doktori Kodra duhet të vendos për operacionin. Ju lutem, thirreni. Infermierja uli kokën. Ai nuk dëshiron ta marrë përsipër rastin. Gruaja u trondit. Pse? Sepse nuk është i sigurt për pagesën. Pagesën? Gruaja nxori portofolin nga çanta. Në të kishte vetëm disa kartëmonedha. Kam kaq. Infermierja e pa me keqardhje. Operacioni kushton shumë më tepër. Gruaja filloi të dridhej. Do të punoj. Do të shesh shtëpinë. Do të bëj gjithçka. Nuk është çështja ime, zonjë. Në atë moment Iliri dëgjoi gjithçka.
Lëre, Mira. Gruaja u kthye. Çfarë? Mos u lut. Por ti do vdesësh. Iliri buzëqeshi lehtë. Ndoshta ka ardhur koha. Mos thuaj kështu. Ai mbylli syt. Kam jetuar mjaft. Por brenda ti kishte një sekret. Një sekret që e kishte mbajtur për 25 vjet. Në katin e sipërm, Adriani po përgatitej për operacionin e tij. Pacienti ishte një biznesmen i pasur. Familja e tij kishte paguar paraprakisht. Adriani ishte duke kontrolluar analizat kur një infermier hyri me nxitim. Doktor, çfarë ka? Pacienti i urgjencës po përkeqësohet. Thirrisni kirurgun e urgjencës. Ai thot se nuk mund ta operoj pa ju. Adriani pëshertiu. Gjeni një tjetër kirurg. Nuk ka njeri tjetër të disponueshëm. Atëherë dërgojeni në një spital publik. Infermieri mbeti i shtangur. Doktor, transporti mund ta vras. Adriani ngriti syt. Nuk mund të ndaloj gjithë spitalin për një pacient. Por ai po vdes. Adriani heshti. Pastaj tha. Le të më sjellin dokumentet. Disa minuta më vonë, dosja ishte mbi tavolinën e tij. Adriani e hapi. Emri Ilir Dervishi. Mosha 61 vjeç. Profesioni punëtor mirëmbajtjeje. Adriani vazhdoi të lexonte. Pa ndonjë gjë të veçantë, por në fund të faqes kishte një shënim. Kontakt emergjence Mira Dervishi. Ai mbylli dosjen. Jo, infermierja e pa. Doktor, nuk e marr këtë rast. Por, mbaroi. Ora po kalonte. Në urgjencë, monitori filloi të alarmonte. Mjekët vrapuan drejt dhomës. Presioni po bie. Përgatitni gjakun. Ku është doktori Kodra? Ende nuk ka ardhur. Mira qëndronte jashtë derës. Ajo dëgjonte zërat. Dëgjonte mjekët. Dëgjonte monitorin. Dhe çante në heshtje. Pas disa minutash, ajo nuk mundi të duronte më. U nis drejt katit të sipërm. Një roje u përpoq ta ndalonte. Zonja, nuk mund të hyni. Burri im po vdes. Duhet të prisni. Jo. Ajo kaloi rojen dhe hyri në korridor. Kur pa Adrianin, vrapoi drejt tij. Doktor. Adriani u kthye. Çfarë po bëni këtu? Ju lutem, operojeni burrin tim. Zonja, ju kam dhënë përgjigjen. Unë nuk kërkoj para. Operacioni kërkon pajisje, staf dhe shpenzime. Do t'i paguaj. Me çfarë? Ajo heshti. Pastaj hoqi një unaz nga gishti. Merreni këtë. Adriani e pa unazën. Nuk më duhet. Është e vetmja gjë me vlerë që kam. Nuk është e mjaftueshme. Mira filloi të qante. Doktor, ai ka shpëtuar shumë njerëz gjatë jetës së tij. Adriani nuk reagoi. Ai ka ndihmuar njerëz pa kërkuar asgjë. Adriani u përgjigj ftohtë. Unë nuk jam ai. Mira e pa gjatë. Jo. Ajo uli kokën. Ju nuk jeni. Dhe u largua. Por Adriani mbeti i shqetësuar. Nuk e dinte pse. Ajo grua kishte diçka në zërin e saj. Diçka që i kujtonte një periudhë të largët të jetës. Një orë më vonë, Adriani doli nga operacioni i planifikuar. Gjithçka kishte shkuar mirë. Familja e biznesmenit e falenderoi. Një zarf i trash u vendos mbi tavolinën e tij. Adriani nuk e hapi, por kur u kthye në korridor pa infermieren e urgjencës. Ajo ishte duke qarë. Çfarë ndodhi? Infermierja heshti. Doktor pacienti. Adriani kuptoi menjëherë. Vdiq? Jo. Adriani mori frym. Atëherë? Gjendja e tij është shumë e rëndë. Kemi vetëm pak minuta. Adriani shikoi drejt dhomës. Pastaj vazhdoi rrugën. Por pasi bëri disa hapa ndaloi. Diçka brenda tij nuk e la të vazhdonte. U kthye. Hapi derën. Iliri ishte i shtrirë. Fytyra e tij ishte e zbeth. Adriani ju afrua. Çfarë ka? Një infermier i dha analizat. Hemorragji e madhe. Nëse nuk operohet tani, nuk do të zgjas shumë. Adriani pa pacientin. Për disa sekonda, gjithçka u bë e heshtur. Pastaj Iliri hapi syt. Sytë e tij u takuan me sytë e Adrianit. Dhe ndodhi diçka e çuditshme. Iliri nuk u trem. Përkundrazi, buzëqeshi. Adrian? Doktori u ngrir. Çfarë thatë? Iliri mezi foli. Adrian Kodra. Adriani u afrua. Nga e di emrin tim? Iliri mbylli syt. Të kam kërkuar për shumë vite. Adriani ndjeu një të ftohtë në shpinë. Kush je ti? Iliri nuk u përgjigj. Adriani pa duart e tij. Duart ishin të dëmtuara nga puna. Por në kyçin e dorës së majt kishte një shenjë të vogël. Një mbres. Në formë gjysmëhëne. Adriani e kishte parë atë shenjë vetëm një herë në jetën e tij. 25 vjet më parë. Në dorën e babait të tij.
Babait që ai kishte besuar se kishte vdekur. Adriani u tërhoq një hap. Jo, infermierja e pa. Doktor? Adriani nuk po dëgjonte më. Në kokën e tij filluan të riktheheshin kujtime. Një shtëpi e vjetër, një burr i lodhur, një deba, fjalët e fundit të babait të tij. Një ditë do të kuptosh se pasuria nuk të bën burr. Adriani kishte qenë 27 vjeç atëherë, i zemëruar, ambicioz, dhe kishte ikur nga shtëpia. Pas disa muajsh i kishin thënë se babai i tij kishte vdekur. Ai nuk kishte shkuar as në varrim, nuk kishte pyetur, nuk kishte kthyer kokën pas, sepse ishte i bindur se babai kishte qenë një dështim, një njeri i varfër, një njeri pa rëndësi, por tani, një burr i shtrirë para tij po e shikonte. Dhe ajo shenjë ishte aty, e njëjta shenjë. Adriani u afrua. Më shiko, Iliri hapi syt. A je ti? Zëri i Adrianit u thye. A je ti babai im? Iliri nuk foli. Vetëm një lot i rëshiti nga cepi i syrit, dhe pastaj monitori filloi të alarmonte. Presioni po bie. Infermierët u afruan. Doktor, duhet të vendosni tani. Adriani qëndroi i ngrirë. Babai i tij po vdiste para syve. Njeriu që ai kishte refuzuar ta shpëtonte. Njeriu që kishte kaluar vite duke menduar se ishte i vdekur. Dhe për herë të parë në 25 vjet, Adriani kuptoi diçka. Ndoshta nuk ishte ai që kishte braktisur babain. Ndoshta babai kishte qenë ai që e kishte kërkuar gjithë këto vite. Adriani mori bisturin. Përgatiteni sallën. Infermierja u befasua. Doktor? Do ta operoj. Por familja nuk ka paguar. Adriani e pa. Nuk më intereson. Ai mori frymë thellë. Këtë herë babai im nuk do të vdes për shkak të parave. Dhe dera e sallës së operacionit u mbyll. Por Adriani nuk e dinte ende se operacioni nuk do të ishte zbulimi i vetëm, sepse brenda xhepit të vjetër të pastruesit ndodhej një fotografi dhe një letër e palosur. Një letër që mund të ndryshonte gjithçka që Adriani kishte besuar për baban e tij për 25 vjet. E vërteta që ndryshoi gjithçka. Dera e sallës së operacionit u mbyll pas tyre. Adriani qëndroi për disa sekonda pa lëvizur. Përballë tij ishte babai i tij, njeriu që kishte menduar se kishte vdekur 25 vjet më parë, njeriu që kishte refuzuar ta vizitonte në ditët e fundit të jetës, njeriu që ai e kishte konsideruar një dështim, dhe tani ai njeri ishte i shtrirë mbi tavolinën e operacionit, pa pasuri, pa rroba të shtrenjta, pa njerëz të fuqishëm që ta mbronin, vetëm me një trup të lodhur nga një jetë e tërpune. Adriani mbylli syt për një çast. Le të fillojmë. Ekipi u përgatit. Monitorët filluan të regjistronin ritmin e zemrës. Gjendja ishte kritike. Hemoragjia është shumë e madhe, tha kirurgu ndihmës. E di, mund ta humbasim. Adriani nuk u përgjigj. Ai vetëm shikonte fushën kirurgjikale. Duart i lëviznin me saktësi, por brenda tij kishte një luftë. Ai nuk ishte më doktori i ftohtë që kishte hyrë në sallë. Ishte një djalë 27 vjeç që kishte dalë nga shtëpia duke i thënë babait: "Nuk dua të bëhem kurrë si ti." Dhe tani po luftonte për jetën e tij. Pas disa minutash, gjakderdhja u shtua. Presioni po bie. Mbani qetësinë. Doktor, duhet të vendosim shpejt. Adriani mori frymë thellë. Jepini gjak. Nuk kemi mjaft. Atëherë merrni nga banka e gjakut. Ka vonesë. Adriani ngriti zërin. Nuk dua të dëgjoj për vonesa. Bëni gjithçka që duhet. Ishte hera e parë që stafi e shihte Adrianin kaq emocional. Operacioni vazhdoi. 1 orë, 2 orë, 3 orë. Jashtë sallës, Mira qëndronte në korridor. Ajo lutej. Në dorë mbante unazën që kishte tentuar t'i jepte Adrianit. Një infermiere u ul pranë saj. Mos u shqetësoni. Doktori po bën gjithçka. Mira e pa. A e di ai kush është? Infermierja heshti. Besoj se po. Mira uli kokën. Atëherë më në fund e gjeti. Çfarë? Mira nuk foli. Vetëm shtrëngoi unazën në dorë. Pas 4 orësh, dera e sallës u hap. Adriani doli. Ishte i lodhur. Maskën e kishte hequr. Mira u ngrit me njëherë. Doktor? Adriani e pa. Për disa sekonda nuk tha asgjë. Pastaj tha. Operacioni shkoi mirë. Mira filloi të qante. Ai do të jetoj? Po. Ajo e përqafoi Adrianin. Ai qëndroi i ngrirë. Nuk ishte mësuar me përqafime, por këtë herë nuk u tërhoq. Pas pak Mira e lëshoi. Faleminderit. Adriani uli syt. Nuk duhet të më falenderosh. Pse? Adriani e pa drejt në sy. Sepse ai është babai im.
Mira nuk u habit. Vetëm buzëqeshi me lot në sy. E di. Adriani u befasua. Ti e dije? Po. Pse nuk më the? Mira mori frym thellë. Sepse ai nuk donte. Pse? Sepse kishte frikë se do ta refuzoje përsëri. Fjalët e saj e goditën. Adriani u ul në një karrige. Më trego gjithçka. Mira u ul pranë tij. Para 25 vitesh, kur ti u largove nga shtëpia, babai yt nuk të urreu. Adriani nuk foli. Përkundrazi, të kërkoi për vite. Më thanë se kishte vdekur. Ishte një gënjeshtër. Adriani ngriti kokën. Çfarë? Ai pati një aksident. Njerëzit menduan se kishte vdekur. Por ai mbijetoi. Adriani mbeti pa fjalë. Atëherë pse nuk më kërkoi? Mira uli syt. Sepse mendonte se ti nuk doje ta shihje. Por unë isha djali i tij. Ai e dinte. Atëherë pse? Mira nxori nga çanta një zarf të vjetër. Sepse kjo ishte arsyeja. Adriani e mori zarfin. Në të ishte shkruar emri i tij. Për Adrianin. Duart filluan t'i dridheshin. Kjo është shkruar nga ai? Po. Adriani e hapi. Brenda kishte një letër të gjatë. Ai filloi të lexonte. Bir, nëse po e lexon këtë, ndoshta më në fund ke mësuar të vërtetën. Nuk ika nga jeta jote sepse nuk të doja. Ika sepse besoja se po të afrohesha, do të shkatëroja të ardhmen. Kur ti u bëre kirurg, unë isha krenar për ty. Të pash në televizor. Të pash duke shpëtuar njerëz. Por nuk të telefonova. Sepse një ditë kur ishe i ri, më the se nuk doje të ishe si unë. Dhe unë e kuptova se ti kishe frikë nga varfëria ime. Nuk doja të kujtoja për të. Prandaj qëndrova larg. Por të kam dashur çdo ditë. Adriani ndaloi së lexuari. Syt ju mbushën me lot. Në fund të letrës ishte një fjali. Nëse një ditë më sheh përsëri, mos më shiko si një burr të varfër. Më shiko si babain tënd. Adriani uli letrën. Për herë të parë pas shumë vitesh qau. Jo si doktor. Jo si njeri i pasur. Por si një djalë që kishte humbur 25 vite. Të nesërmen në mëngjes, Adriani hyri në dhomën e babait. Iliri ishte zgjuar. Ai e pa djalin e tij. Për disa sekonda asnjëri nuk foli. Pastaj Adriani ju afrua. Baba. Iliri mbylli syt. Një lot i rëshiti në faqe. Mos më thirr kështu nëse nuk e ndjen. Adriani u ul pranë tij. Kam bërë shumë gabime. Të gjithë bëjnë. Të kam urryer. Iliri buzëqeshi. E di. Mendova se ishe i dështuar. E di. Mendova se nuk kishe bërë asgjë për mua. Iliri mori frym ngadalë. Kam bërë diçka. Çfarë? Të kam lënë të lirë. Adriani nuk mundi të fliste. Iliri vazhdoi. Ti doje të bëheshe dikush. Unë nuk doja të isha pengesa jote. Adriani i kapi dorën. Po ti? Çfarë? Kush u kujdes për ty? Iliri buzëqeshi. Mira. Adriani pa gruan. Ajo qëndronte në derë. Ajo më shpëtoi jetën shumë herë. Mira buzëqeshi. Ai është njeri kokfort. Iliri qeshi. Për herë të parë, Adriani dëgjoi të atin të qeshte pas 25 vitesh. Ditët kaluan. Gjendja e Ilirit u përmirësua. Por diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Adriani filloi të ndryshonte. Ai nuk i shikonte më pacientët vetëm si dosje. Filloi të dëgjonte historitë e tyre. Filloi të pyeste për familjet. Dhe një ditë ai mori një vendim që habiti të gjithë spitalin. Ai krijoi një fond për pacientët që nuk mund të paguanin operacionet. Në hyrje të fondit vendosi vetëm një fjali. Asnjë njeri nuk duhet të vdes sepse nuk ka para. Por ndryshimi nuk mbaroi aty. Adriani hoqi dorë nga një pjesë e madhe e pasurisë së tij. Ai shiti makinën luksoze. Shiti një nga shtëpitë. Dhe bashkë me disa kolegë hapi një klinik për njerëzit në nevojë. Kur një gazetar e pyeti, pse e bëte këtë? Adriani u përgjigj, sepse dikur harrova se çfarë do të thotë të jesh njeri. Çfarë ju ndryshoi? Ai heshti. Pastaj pa nga babai i tij, i cili ishte ulur disa metra larg. Një pastrues. Gazetari u habit. Një pastrues? Adriani buzëqeshi. Po. Një njeri që unë mendova se nuk kishte asgjë, më tregoi se kishte më shumë zemër se unë. Një vit më vonë, spitali organizoi një ceremoni. Adriani ishte në skenë. Por këtë herë nuk ishte ai personi që njerëzit njihnin. Në krah të tij ishte Iliri, me një kostum të thjeshtë. Duart e tij ishin ende të dëmtuara nga vitet e punës. Adriani mori mikrofonin. Për shumë vite mendova se suksesi ishte të kesh para, respekt dhe një emër të madh. Ai pa të atin. Por sot e di se suksesi është të kesh dikë që të fal edhe kur nuk e meriton. Salla heshti. Ky burr më dha jetën 2 herë.
Adriani ju afrua Ilirit. Herën e parë kur më solli në jetë. Ai u ndal. Dhe herën e dytë kur më mësoi si të jetoj. Salla shpërtheu në duartrokitje. Iliri u ngrit. Adriani e përqafoi. Dhe atë moment, për herë të parë pas 25 vitesh, babai dhe djali u përqafuan para gjithë botës. Disa muaj më vonë, Adriani po punonte në klinikën e re. Një burr i varfër hyri me djalin e tij të sëmur. Doktor, nuk kemi para. Adriani buzëqeshi. Nuk ka problem. Burri u habit. Por, Adriani e ndërpreu. Këtu nuk paguhet për të pasur të drejtën për të jetuar. Ai pa fëmijën. Shtriheni këtu. Do ta kontrollojmë. Burri filloi të qante. Faleminderit. Adriani tundi kokën. Mos më falëndero. Ai pa nga dera. Atje qëndronte Iliri. Adriani buzëqeshi. Thjesht bëj atë që dikur duhej të kisha bërë. Vite më vonë, kur Iliri ishte plakur edhe më shumë, ai u ul në oborrin e klinikës. Adriani u ul pranë tij. Baba. Po. A mendon se humbëm shumë kohë? Iliri pa qiellin. Po. Adriani uli kokën. Më vjen keq. Iliri i vendosi dorën mbi supë. Koha që humbëm nuk mund të kthehet. Pastaj buzëqeshi. Por koha që kemi përpara është ende e jona. Adriani e përqafoi. Dhe në atë moment kuptoi mësimin më të madh të jetës së tij. Ndonjëherë njeriu që e konsideron të pavlerë është pikërisht ai që mund t'i japë jetës tënde kuptim. Dhe doktori që dikur refuzonte të operonte një pastrues, tani kishte bërë një betim. Asnjë pacient nuk do të pyetej më për pasurinë e tij përpara se të pyetej nëse mund të shpëtohej. Sepse babai i tij nuk i kishte dhënë vetëm një mundësi të dytë, i kishte dhënë mundësinë të bëhej njeri. Dhe këtë herë Adriani nuk e humbi.